Mirdita dhe përshëndetje të dashur miq, sot është data 3 gusht 2026 dhe mirë se vini në këtë episod të 10 të Gridroj Podcast. Sot dua të ndaj me ju disa mendime lidhur me situatën ku ndodhemi me protestën që vazhdon, me revoltën qytetare që zjen për brenda dhe të ardhmen që na duhet. Kjo për te faktit nëse shqiptarët janë ende të ndërgjegjësuar, sepse ende nuk kemi ndërgjegjësimin në shkallën e duhur, për të parë që ka vetëm një rrugë për shqiptarët. Siç e kemi thënë me kolegë dhe miq të mi prej shumë kohësh, unë të paktën prej 15 vitesh, e disa kolegë e miq të mi prej më shumë se 30 vitesh, zgjidhja e vetme për ne shqiptarët në kushtet që jemi, për kushtet ku ndodhemi, për atë që mënyrën se si janë ndërtuar të gjitha mekanizmat dhe strukturat shoqërore brenda Shqipërisë, si janë ndërthurur interesat e të gjitha këtyre shtresave pas rënies së komunizmit, pra e vetmja zgjidhje është shtetkombit. Dhe rrugën drejt shtetkombit ne e kemi dhënë jashtëzakonisht shumë të qartë prej 10 vitesh të paktën tek manifesti i Bletës Shqiptare, i cili është rruga e duhur. Me pak fjalë, ne na duhet që të rivendosim shtetin në qendër, një shtet shtrëngues ndaj gjithkujt, një shtet të bazuar tek ideja kombëtare, dhe ky shtet kërkon mbështetjen popullore që t'ia japin të gjithë shqiptarët, mbështetjen shtrëngesave në funksion të konsolidimit të kombit. Sigurisht duhet të mendojmë edhe për pjesën tjetër të kombit që është jashtë kufive që na janë caktuar ne nga bota, duke pasur parasysh integrimet e ndryshme, kulturore, ekonomike e të tjerë, por duke ditur që proceset historike kanë rrjedhën e vet, fuqitë e mëdha kanë interesat e tyre, jemi në kuadrin e një lufte të tretë botërore që ka nisur, ka filluar, ne jemi një popull i vogël që nuk e kemi luksin të bëjmë marrëzira, siç kemi bërë deri më sot, dhe pikërisht gjatë kësaj kohe të një lufte të tretë botërore, na duhet realisht të ndjekim rrugën e vetme, e cila shpëton interesat tona, shpëton shqiptarët dhe nuk na mban më sklepër. Në fakt, jo më kot, manifesti është i shkruar qartë, është i shkruar thjesht për të gjithë ju, dhe titullin e ka përse shqiptarët nuk duhet të mbeten sklepër. E megjithatë, Paria e Tiranës është armiku kryesor i juaj dhe i këtij manifesti. Është e vetmja pengesë që ka populli i Tiranës. Paria e Tiranës, pra, populli shqiptar, pra, Paria e Tiranës, pra, veglat e saj të shumta, tani më të kontrolluara dhe nga pronari i ri i shtetit shqiptar, që është Sindikata Ndërkombëtare e Krimit. Ata nuk kanë interes që njerëzit të dëgjojnë, që njerëzit të kuptojnë dhe njerëzit të punojnë për këtë zgjidhje. Pra, manifesti i Bletës Shqiptare është armiku i tyre kryesor. Ka një dorë, siç e kam thënë më parë, ka një dorë të vjetër e cila rrin hije, por din gjithçka çfarë ndodh në Shqipëri, kontrollon gjithkënd. Ata janë duke u përpjekur që ta manipulojnë situatën në mënyrë që të ripërzjejnë sërish sistemin, pavarësisht se këtij sistemi ka ardhur fundi. Ata e dinë që duhen lejuar disa ndryshime, edhe thelbësore të sistemit, se duhen qetësuar shqiptarët, por objektivi i tyre i vetëm është ruajtja e pasurive për të cilat ata kanë punuar fort deri më tani, për të cilat ata kanë skllavëruar shqiptarët. Dhe ata shohin vetëm pasurinë dhe rolin kontrollues që ju jep kjo pasuri në shoqërinë shqiptare. Për ta thënë shkurt, ata që kontrollojnë lojën duan të ruajnë pasurinë e tyre dhe duan të ruajnë skllavërimin tuaj. Tani ka disa gjëra të cilat i friksojnë Parinë e Tiranës dhe më kryesorja është pikërisht që njerëzit të munden të përqafojnë dhe të veprojnë sipas manifestit politik të Bletës Shqiptare. Dhe kjo duket në kohët më të fundit në disa hapa, në disa hapësira që ata kanë mbyllur, që ata po përpiqen të mbyllin në fakt, duke u përpjekur që të ose koptojnë pjesëzat manifestit, ose të nxjerrin njerëzit e tyre që t'i kenë gati
kur të ndryshojë sistemi. Le të shohim cilat janë këto kategori. Së pari, Paria e Tiranës dhe veglat e saj të shumta janë hedhur në lëvizje të edhshme për ta penguar ndërgjegjësimin e popullit shqiptar. Kemi rikthimin e disa figurave të vjetra, të cilat po flasin hapur, figurat vjetra të Parisë, ndër të cilët mund të përmend Arben Malajn, Arta Daden, Ermelinda Meksin, Erion Braçe, të cilët secili sipas peshës specifike që kanë dhe sipas detyrave që ju janë dhënë, po dalin haptazi në media sistematikisht dhe në rritje të deklarata kundër agjendës së Edi Ramës, gjë e cila ja bjerr Edi Ramës autoritetin si udhëheqësi i partisë dhe i popullit. Nuk duhet harruar që kjo është e rëndësishme sepse masa socialiste është mësuar në një udhëheqës të partisë dhe popullit. Është mësuar në strukturë. Është mësuar që partia jep udhëzimin dhe e gjithë masa funksionon si strukturë e bindur dhe mbështet kryetarin. E ku kryetarit i dalin kundra figura me peshë, edhe pse jo më brenda strukturës që vendos, por gjithsesi figura me peshë, gjithsesi figura të cilat kanë vënë një pasuri, të cilat e kanë ruajtur pasurinë e tyre edhe kur kanë dalë nga politika, të cilat mund të kenë ndikim sepse kanë legjitimitet tek masa socialiste, kur ta dalin, atëherë gjithë ata që janë poshtë lëvizin. Ky grupim i vjetër brenda PS-s mbështeten nga një kategori e medjave të shkruara dhe vizive, dhe mesazhi i tyre del qartë, por për ditë e më tepër edhe në rrjetet sociale. Në një mekanizëm të mirë vajisur, të mirë koordinuar dhe të mirë informuar. Sepse nuk duhet keni asnjë lloj dyshimi që ata e dinë se ç'ndodh në kulisat e Paris Tiranë. Kjo kategori antarësh të Paris nuk flasin kurrë pa marrë një udhëzim. Dhe pastaj këta janë ata që udhëzojnë ata më poshtë, në mënyrë që struktura të fillojë të lëvizë, në mënyrë që struktura të dalë dhe të djegë tesera, të kundërshtojnë partinë dhe kryetarin kur ndryshon ndarja administrative. Sepse në një mjedis të tillë, siç e thash pak më parë, mësuar me bindjen fundore ndaj udhëheqësit dhe strukturës, askush nuk lëviz pa marrë një sinjal. Askush nuk lëviz rastësisht. Kundërshtit nuk ndodh, sidomos ato të koordinuara, nuk ndodhin rastësisht. Së dyti, Paria ka aktivizuar disa grupe të reja, disa prej tyre më të reja se sa të tjerët, shumë të shkolluar jashtë Shqipërisë, edhe të brezit ty, ndër që munden të krijojnë legjitimitet në këto kohë të turbullta, në mënyrë që t'i ketë gati për ndryshimin e sistemit. Këto grupime duhet thënë qartë, kanë kuptuar që e vetmja ideologji e cila ka legjitimitet brenda popullit shqiptar është ideologjia kombëtariste që shpreh manifesti politik i Bletës shqiptare. Dhe ndaj ta përpiqen të kopjojnë aspektet veçanta të ideve të parashtruara nga ne, duke i përcjellë sigurisht si të veta dhe duke kërkuar të bindin njerëzit, masën e madhe të njerëzve, se këta mund të jenë zgjidhja përkundër Paris. Në fakt, këta janë pjesë të Paris. Po përmend pikë pari një person i cili është pjesë e Paris, pra hyn tek grupimi i parë që thash më parë, te grupimi vjetërve të Paris, po ky është brezi i ri. Është Denion Mejdani, i cili ka qenë ambasador në Maqedoni, dhe i cili flet për çështjen e zgjidhjet e çështjes kombëtare shqiptare, e shkruan edhe maqedonisht sepse e flet gjuhën bullgare, që nuk ka pse të jetë e çuditshme sepse ka studiuar atje, por shkruan për të ardhmen e shqiptarëve në Ilirit, shkruan si nacionalist, shkruan për të vendosur vetes një vend në sistemin e ri. Dhe jep mend elitave ose drejtuesve
të Iliridës se si mund të funksionojë dhe si duhet dalim ne prej situatave ku gjenden elitat tona në elitat shqiptare, duhet thënë, në Iliri. Pra, është një pozicionim për një të ardhme që të gjithë e shohin. Anë tjetër kemi ata shtuqojtërin kuvent, për cilin unë kam folur dhe publikisht, dhe nuk dua që të ndalem shumë gjatë tek kuvendi i disa prej organizatorëve të protestës. Ishte një përpjekje e nxituar, një përpjekje e cilës i vinte era zënje e vendit, e cila është destinuar të dështojë, po përtek saj është destinuar që ta përdor paria e Tiranës. U përpoqën që të bëjnë leverage, si thonë në anglisht, legitimitetin e kuvendeve shqiptare historikisht, dhe kjo është një pjesë e vërtetë. Mirë po nuk mundet të funksionojë diçka që merret pjesërisht, nëse nuk përputhet me të tërën, nuk përputhet me idenë, nuk përputhet me të gjitha mjetet e duhura të kundërshtisë ndaj kësaj parie. Ka një problem thelbësor, të cilin mund ta gjeni tek manifesti i Mbledhjes Shqiptare, që nuk arrin ta kuptojnë të gjithë këta që përpiqen të zënë vend në sistemin e ri që po vjen. Ajo që është më së qartë është se që të shkatërrohet paria e Tiranës, që të ndërtohet një sistem i ri, duhet shkatërrohet paria e Tiranës. Po jo thjesht të japi dorëheqjen njëri apo tjetri. Jo thjesht të zëvendësohet Edi Rama me Elisa Spiropalin, apo me atë profesoreshën e London School of Economics, YPin. Jo të zëvendësohet Sali Berisha me Bien ose Dhëndrin ose të birin. Jo të dalë nga burgu Ilir Meta dhe të krijojë demokracinë. Jo të dalë nga burgu Erion Velia dhe të krijojë edhe një herë tjetër G99-ën me të gjitha biznesmenët që kanë mbështetur. Nuk është çështje thjesht e ndryshimit nga kjo që kemi sot. Është një çështje e cila ka të bëjë me, nëse do të ndryshohet sistemi, ne na duhet që dal nga dal, një nga një, me durim, me qetësi dhe me vendosmëri, dhe pa u lodhur dhe pa u ndalur, dhe duke përdorur të gjitha mjetet, të bjerrim legitimitetin e Parisë së Tiranës në të gjitha hallkat e veta. Kudo që ata kanë kontroll, dhe kontrolli i tyre është i përplot, pa u rrëzuar këto mekanizma, pa ju hequr nga dora të gjitha mekanizmat e kontrollit asaj dorës vjetër, që përpiqet me të gjitha llojet e mënyrave të ndalë rrugtimin e shqiptarëve drejt çlirimit të tyre nga skllavëria të cilën ata ja kanë përcaktuar për shkak të interesave të veta, pa u shkatërruar këto mekanizmat kontrollues. Nuk mundet të ketë një sistem të ri. Dhe këtë e kemi thënë prej kohësh. Si bëhet kjo punë? Shumë e thjeshtë, lexoni hap mbas hapi manifestin e Mbledhjes Shqiptare, sepse është shkruar për ju, jo për ne, jo për ata, jo për njerëz të tjerë. Është shkruar që ta lexoni dhe ta thithni ju. Ndaj dhe çështja e kuvendit shumë kollaj mund të shndërrohet në një kauzë apo një panopli dështakësh, intrigantësh, të veglash, të gjithë farë lloj shërbimesh, të cilat nuk do ta lejojnë asnjë lloj mënyre që të marrë një formë tjetër, e madje do ta dështojnë pas pak kohësh. Një tjetër grupim që mund ta përmend janë lloje grupimesh, se janë të gjitha së bashku. Grupimet të tjera të cilat kanë dalë janë grupimet që merren me çështjen e votës ose të cilat duan të përdorin diasporën. Njëra nga idetë themelore të manifestit, nëse e lexoni aty do ta gjeni, është e shkruar, dhe ndërkohë unë në këtë podcast do e kam vendosur poshtë vegzën ku mund ta gjeni dhe ta shkarkoni manifestin politik të Mbledhjes Shqiptare. Pra, ta që përpiqen të vendosin lidhjet e Parisë me diasporën. Janë disa grupime të tilla, unë përmend dy këtu, është Diaspora për Shqipërinë e Lirë, e Ferhan Haçkajt, apo një diçka më e re akoma, Albania United, e Ervin Toros dhe Enri Zhulatit. Ta po përpiqen tani
të përvecojnë idenë se me anë të votës mund të ndryshohet. Është një ide që është shfaqur në manifest, që diaspora ka një rol themelor, kyç në këtë përpjekje, sepse gjysma e kombit shqiptar jeton jashtë, kemi 50%, jo 30% si thonë disa, por ta përqendrohen tek roli i votës në diasporë. Ta mendojnë se diaspora kërkon vetëm të marrë një lugë në brez dhe të marrë pjesë në torta, pavarësisht se përdorin nuanca të ndryshme, mënyra të ndryshme, grupi Toros dhe Zhulatit flet për regjistrim të popullsisë në diasporë, që i bie të jetë një lloj patronazhizmi falas për parinë, që të krijohet dhe një qark në vetvete i diasporës, ku paria të hedhë gjithë paratë e mundshme, të hedhë gjithë veglat e ndryshme, të cilat jetojnë në perëndim dhe të mbledhin vota ashtu siç kanë mbledhur deri më sot. Ndërsa Hashkaj dhe grupi i tij po flasin për partitë të diasporës, ndërsa disa të tjerë, si për shembull Bledar Meti, janë duke krijuar portal për të krijuar kandidat për qeverinë teknike. Të gjitha këto lloj idesh çojnë ujë në mullirin e Paris Tiranës. Sepse pikë pari e legjitimojnë rolin e saj në sistem. E legjitimojnë parinë si të pandryshueshme. Ndryshojnë fytyrat, por nuk ndryshojnë ata që kontrollojnë lojën. Dhe këto lloj lëvizje, siç e thash pak më parë, nuk arrin të perceptojnë ose t'ia tregojnë njerëzve, popullit, që mekanizmat shtetërore dhe informale që kontrollojnë votën, kontrollohen nga paria. Dhe duke qenë të kontrolluar nga paria, në qoftë se nuk janë ndryshuar këto lloj mekanizmash, nuk ky është prerë limfa këtyre mekanizmave, nuk ka asnjë shans për ndryshime reale. Është si të thuash që duhet ha byrek, mirë po byrekun kur e ha është janë marrë për bërësit, është gatuar, është pjekur dhe pastaj është gati për të ngrënë. Po ti hash veç e veç për bërësit e byrekut, ti shërbesh veç e veç, është sikur ti hash veç e veç dhe ti fusësh në stomak dhe thuash që do t'i bëj byrek mbasi i ke ngrënë në bark. Këto lloj grupimesh janë në lojë me një garuzhë të madhe në brez, sepse ju duket deti kos, save prej tyre ju duket kos që rrjedh nga burgu ku janë Ilir Meta dhe Erion Veliaj. Pjekjet kanë filluar për ta bërë kauz të protestuesve dhe këtë, por mos harrojmë që ka dhe kos grek, kos serb, të gjitha llojet e koseve të mundshme, të cilët bëjnë gjithçka, kërkojnë secili prej tyre haraqin e vet, kërkojnë të futen në lojë, por asnjëri prej tyre nuk kërkon që të bëjmë çfarë është më e mira për shqiptarët, që është rruga drejt shtetkombit. Kemi dhe një grup të tretë, të cilët janë, po themi qëllim mirë, nuk kanë kuptuar gjë. Shkretët janë njerëz që nuk kuptojnë nga loja, po ju duket vetja të mençur e të ditur. Dhe problemi nuk është që këta luajnë si të mençur dhe të ditur. Problemi është që ka shumë prej jush që ju besojnë këtyre. Tipit Evi Kokalari apo Plumpi Linçi e njerëz të këtij lloji. Nuk arrin të kuptojnë asgjë prej lojës, mendojnë se dinë gjithçka në lojë. Kanë sindromën ose të paktën shfaqin sindromën e atyre që kërkojnë të bëjnë gjëra të mëdha, ndërkohë që nuk kanë kuptuar thelbin, dhe pikërisht këta që i bien sahanave djathtas apo majtas, nuk ka rëndësi, që përpiqen të luftojnë me demek kundër Edi Ramës dhe kundër pushtetit të pafund që ai ka mbledhur, të gjithë këta bëjnë vetëm lojën e Parisë së Tiranës. Janë idiotët e dobishëm të cilët paria e Tiranës i dashuron, sepse i merr, i përdor si lecka, i hedh tutje dhe ju mban ju me agjin propagandistike për të thënë që ja po vjen. Është edhe një personazh tani më mitik i këtyre qesharakërive që është Spartak Ngjela, i cili ka edhe ai një linjë të kuqe me FBI-n si Pilinçi dhe Pilinçi në fakt e ka me Departamentin e Shtetit, por Spartak Ngjela e ka me FBI-n, linjën e kuqe që kalon me siguri nga Kabuli,
dhe ai flet dhe di se çfarë do të ndodhi dhe ka 10 vite që ai thotë do të ndodhi, prisni edhe pak se erdhën, do shpëtoni, ndërkohë duke bërë këtë i mban njerëzit me një tagji propagandistike boshe. Ju këta i quani profesor doktor, i quani njerëz të ditur, mirë po nuk është problemi çfarë titulli ke, çfarë diplome ke marrë, pse e ke marrë, si e ke marrë. Problemi është nëse ke dijen e duhur për të ndihmuar që situata politike në Shqipëri mos jetë më një situatë ku kemi një parig kriminale, antishqiptare, shqiptarizuese, e cila sundon dhe të kemi shqiptarët të cilët janë sklever, të cilët vendosen përpara zgjedhjes. Ose rri sklav, ose largohu, ose ik prej këtu, sepse nuk ke vend këtu. Ik prej këtu sepse këtu do të bëjnë pis, ik prej këtu sepse këtu do të ndynë, ik prej këtu sepse këtu do të burgosin, ik prej këtu sepse këtu ti nuk ke më vend, as punë, as mundësi për të jetuar dhe as mundësi për të thënë fjalën e lirë, as për mundësi për të punuar për shtetin. Atëherë, cila është zgjidhja? Po pse krejt pa shpresë jemi ne? Sa herë flas me ty, trishtohem dhe depresohem. Janë disa nga shprehjet të cilat unë i dëgjoj shpesh nga bashkëbisedues, të cilët kërkojnë zgjidhje. Zgjidhja është jashtëzakonisht fort e thjeshtë. Lexoni, përtypni dhe zbatoni manifestin e Bletës shqiptare, manifestin politik. Manifesti nuk është i imi, nuk është i profesor Shnasi Ramës, nuk është i grupit që ka bashkëpunuar në hartimin e tij, është manifest që është shkruar për shqiptarët. Siç e shihni, titullin e keni, kopertinën e keni mbrapa, nuk ka autorsi. Nuk ka autorsi sepse autorët nuk dëshirojnë që të marrin mbi vete, mbi supe lavdi. Autorët nuk dëshirojnë që të bëhen sklavopronarët e ri tuaj. Por autorët kanë pasur një synim dhe një synim të vetëm, i cili është të ndriçohet mendja e shqiptarëve. Ju hapet mendja shqiptarëve, të dalin nga qertulli propagandistik ku i ka sklavëruar paria e Tiranës. Të dalin nga marrëzia kolektive, e cila i bën të sillen në mënyrë të pa imagjinueshme për çdo popull normal, e cila i bën që ende të mbështesin sharlatan, vegla, profiter të gjitha llojeve të ndryshme dhe të mos zgjedhin të vetmen rrugë drejt shpëtimit të vet. Mirë po tani situata është jashtëzakonisht shumë më delikate, sepse jemi në luftën tregtare, sepse roli i Shqipërisë do të përcaktohet shumë shpejt. Nuk e kemi në dorë fatin tonë, kemi në dorë vetëm atë çka bëjmë ne si popull, po jo fatin e Shqipërisë, sepse loja është shumë më e madhe se sa ne, dhe me sa duket rrezikun që vjen nga kjo e ka kuptuar edhe paria e Tiranës. I vetmi grupim, të vetmit njerëz të cilët ende duket sikur nuk e kanë kuptuar është populli shqiptar, ata që paria e Tiranës i ka sklavëruar. Pra, ndërkohë që paria e Tiranës i del keqes përpara, krijon rrjete të dyta e të treta, që nëse do të duhet që të mos ketë rrugë tjetër, siç besoj unë e kanë kuptuar që s'ka rrugë tjetër, të ndryshojë sistemi i ri të jetë po ashtu në shërbim të tyre dhe kundër interesave të shqiptarëve, të mbajë shqiptarët sklavëruar. Ata duan që të ruajnë pasurinë të cilën e kanë vënë me gjakun tuaj, të cilën e kanë marrë nga xhepat tuaj. Ky është objektivi i tyre. Jo shpëtimi i Shqipërisë. Dhe të gjitha veglat e shumta që dalin, herë me dije, herë pa dije, herë me qëllime të këqija, herë me qëllime të mira, nuk ka asnjë lloj rëndësie. Janë të gjithë pjesë e mekanizmave që lëviz ajo dora e vjetër, që i njeh në detaj proceset dhe që ka kontroll kapilar, sepse kontrollon edhe sistemet ekonomike, edhe sistemet politike, kontrollon gjithçka. Dhe e vetmja zgjidhje që kanë shqiptarët për të dalë nga kjo sklavëri është rruga që shtron manifesti i Bletës shqiptare.
nuk ka rrugë tjetër. Jo se e them unë, nuk ka të bëj fare me mua si thash. Unë jam një njeri i cili e do popullin e vet dhe nuk kam nevojë për kur gjë nga askush, përkundrazi unë dëshiroj shumë që dikush ta marrë në dorë manifestin e Bletës Shqiptare dhe ta çojë përpara. Ideja nuk është që të dalin edhe një herë siç thash, autorët dhe të marrin përsipër risk-llavërimin e shqiptarëve në një petë të ri. Këtë do paria e Tiranës, me gjithë ofertat dhe me gjithë llojet e joshjeve të shumta deri në ditët e fundit, deri në javët e fundit, asnjëri prej nesh nuk ka shfaqur dëshirën për të qenë pjesëtar në tortën e Parisë së Tiranës. Pra, unë vetë si Grit kërkoj dhe dua që shqiptarët të jenë më mirë. Kjo është kërkesa ime e vetme. Dhe që të jenë më mirë ka vetëm një rrugë, manifesti i Bletës Shqiptare. Me këtë manifest merreni, shpërndajeni, diskutojeni, vendoseni në zbatim, bojkotoni, dilni në protestë me të gjitha llojet e mjeteve. Asnjë mjet nuk është më i legjitim në këto kushte. Ne jemi në kushte të një rreziku kombëtar, të një rreziku shfarosje kombëtare. Asnjë mjet nuk është jo legjitim në këto kushte. Dhe merreni, shpërndajeni dhe bëni atë që është më e mira për veten tuaj, për shqiptarët, për gjithë. Unë jam i gatshëm që të jem mbështetës ushtar i çdo kujt që merr manifestin e Bletës Shqiptare dhe e çon përpara agjendën e shqiptarëve. Në këtë pikë, siç thuhet në protestë, do ta mbyll dhe unë me një nga parullat e dashura të protestës, që është Shqipëria shqiptarëve, vdekje tradhtarëve, zagarëve, gjithë atyre që punojnë kundër interesave të Shqipërisë dhe përparim shqiptarëve. Gjithmonë duhet kemi parasysh që ne duhet ecim përpara dhe jo të shohim mbrapa. Pra, Shqipëria shqiptarëve, populli shqiptar, profshin gjithë shqiptarët e mirë dhe u zgjofshin shqiptarët sa më parë nga kjo marrëzi kolektive dhe përqafofshin të vetmen zgjidhje të duhur që është shtetkombit. Ju faleminderit dhe ditë e mirë.